Ndërsa Allahu Azza wa Jall për më na tregu neve këtë çështje si shumë të rëndësishme, mos sjell dhe obligim i madh, Allahu Azza wa Jall than Kur'an: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allahu ka dhënë urdhër prej mbi 7 qiej, ai ka dhënë urdhër që mos të adhurohet dikush tjetër përsa Allahut. Dhe që interesant, mas urdhnit për adhurim të Allahut, mos me adhuru puta idhuj, me njëherë si e vazhdan ajetin, "Wa bil walidayni ihsana." Edhe ka dhënë urdhër më njëherë, mos jell mirë me prindërit. "Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma." Tha Allahu, nëse ndonjërin prej dy prindërve të tu, nëse ndonjërin prej tyre e arrit pleqënia të këti, au kilahuma, ose ke arrit të dytë mizon pleq, fala takul lahuma uffin. Atyre dy pleqëve, atyre dy prindërve, njërit apo të dyve, kur ata të urdhërojnë për diçka, përderisa urdhri i tyre nuk është i ndaluar, kur ata të urdhërojnë diçka, kur ata të thojnë diçka, atyre tha Allahu mos ju thuj as uf. Fjala uf është më e ulta që përmendet në gjuhën arabe. Ti me çu obligimin, atë kuptimin ja çu obligimin në vend çka po të kërkon prindi. Vetëm se kur t'ja qesh rrugës ka të një thu, as qiton, tha Allahu Azza wa Jall atyre mos ja thuj, tha wala tanharhuma, as mos i kundërshto ata, wa qul lahuma qawlan karima, por ti thuju dy prindërve të tu fjalë respekti, respektoj ata, wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahme, edhe uli krah të tu për shenjë respekti, dhe për ulje ndaj prindërve të tu, wa kur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, për kundrazi mos edhe mëse thëshit në veti kështu me thonë për prindin, por Allah e përmendi fundin qysh me thonë edhe nëse nuk po të nin hiç, me thonë o Zot, më shiroj dy prindërit e mi, banë rahmet në dy prindërit e mi, lësha rahmet mbi dy prindërit e mi, sikur që ata kishin rahmet ndaj meje kur unë isha i vogël.